Erdhi momenti për të paketuar dhuratat, se sado që unë i pata thonë vetes time nuk do bëj dhurata për këtë fundvit, prap ja ku jemi sot. Nuk do ju tregoj në mënyrë të detajuar se çfarë dhuratash kam bërë, sepse mund të them se këto njerëzit që do marrin këto dhuratat me ndjekin edhe do shikojnë këtë video me shumë mundësi dhe nuk du me prish surprizën. Por që do i mbështjellim me letër të zeze dhe kemi pastaj këto dy për ti bo fjongon. Tash të bëjmë një diçka pak më të rafinuar. Pak më rafinuar e thash kot sepse unë me paketu dhurata nuk di fare. Do thoni jo Sonila, po është diçka shumë e thjeshtë, edhe kalamajt e bëjnë. Okej, në rregull, e bëjnë ato, nuk e bëj unë. Për këtë vit nuk e kisha ndërmend që të bëja dhuratë, duke qenë se do ikin në Shqipëri dhe nuk e kisha fare në plan. Por mos më keq kuptoni sepse unë kam shumë qejf me bë dhurata. Nuk ose kam një fantazinë e kush e di, po prap nëse ti para 3 muajsh për shembull më ke thonë se të ka pëlqyer diçka, unë me shumë mundësi do të bëj ta për dhuratë. Me pak fjalë kur më teket i mbaj mend disa gjëra. Se si këto nuk janë gjithë dhuratat që kam bërë, sepse mungojnë akoma disa njerëz të lista, por kemi pak kohë akoma. Se disa nga këto dhurata që kam paketuar tani do i marr me vete në Shqipëri sepse do i shpërndaj atje si babagjyqe e vitit 3. Si përfundim mund të them se edhe ju mund të vërtetoni tani që unë nuk di me paketu dhurata.